Qytetarët reagojnë për kaosin në bulevardin Cvetan Dimov, dorëzot iniciativë në qytetin e Shkupit për vendosjen e semaforëve. Rritet numri i nxënësve të helmuar në shkollën Dimo Haxhi Dimov. Inspektorët po jetojnë në kuzhinat e shkollave. LSDM kërkon llogari për ekstradimin e Nikola Gruevskit. Ministri Filkov thotë se drejtësia i kërkon të gjithë ata që janë në arrati. Fabrika e municionit e realizuar nga Bashkëpunimi Ushtarak Kosovë-Turqi pritet të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. Të nderuar shikues, përshëndetje. Trafiku i ngarkuar në bulevardin Cvetan Dimov në Shkup vazhdon të jetë një sfidë e përditshme qytetarëve, qoftë për ata që kalojnë me makinë, qoftë për këmbësorët. Gjendja kaotike në këtë bulevard jo rrallë herë ka çuar në aksidente trafiku. Për të lehtësuar qarkullimin në këtë bulevard, këshilltarët e koalicionit AKI kanë propozuar në Këshillin e qytetit Shkupit si zgjidhje afashkurte vendosjen e semaforëve në pikat më kritike. Ideja mirëpritet edhe nga qytetarët. Një ndër pikat më të frekuentuara në qytetin e Shkupit është edhe ajo e bulevardit e Cvetan Dimov, ose ndryshe e njohur në opinion si rruga e Jahja Pashës. Për çdo ditë në atë rrugë kalojnë me qindra vetura, motocikleta, bicikleta e deri te trotinetët, ndërsa fatkeqësisht nga rëmuja e madhe që krijohet në atë pjesë nuk mungojnë as aksidentet, e disa prej tyre madje përfundojnë me fatalitet. Për të gjetur një zgjidhje afashkurtër, këshilltarët e Aleancës Kombëtare për Integrim në qytetin e Shkupit kanë dorëzuar një iniciativë me shkrim deri tek kryetari i qytetit të Shkupit ose Gjergjevski për, siç thon, ndërhyrje urgjente për të vendosur një semafor në disa pika kryesore të kalimit të këmbësorëve. Këshilltari i AKI-së në qytetin e Shkupit, Daim Luçi, për televizionin Shenja tha se kjo iniciativë vjen pas reagimeve të shumta dhe të justifikuara të qytetarëve për kaosin e përditshëm në këtë segment dhe rrezikun e lartë për këmbësorët. Kohës fundit ka pas shumë reagime dhe shumë kërkesa të qytetarëve që përshka atyre premtimeve të cilat bëhen edhe para zgjedhjeve, por edhe pas zgjedhjeve për zgjidhjet afatgjatë të bulevardit, ne si grupi këshilltarëve u ulëm dhe diskutuam për këtë punë dhe menduam për një zgjidhet problemi afatshkurt, cili do të ndihmonte dhe do të lehtësonte pak a shumë këto probleme që ndodhin këtë bulevard, do të vendosin semafora ndihmës, konkretisht për të parandaluar këtë trafik të madh që mund bëhet këtu, por edhe fatkeqësitë që kanë ndodhur kohës fundit këtu. Deri te shkelja e këmbësorëve, ndoshta edhe deshjet e shumta të cilat janë bërë edhe me trotinet, edhe me motor. Kërkesën për vendosjen e semaforëve e mirëpresin edhe qytetarët. Sipas tyre, kjo do të ndihmonte në uljen e aksidenteve të trafikut, por edhe do të rregullonte sadopak komunikacionin. Po vallaj mas mirë jam uze. Se shumë po bëhet kallabllak, edhe komisorët nuk e dinë a nalet kerri as nalet. A mendon se do t'i ulë numrin e aksidenteve nëse vendosen semafor? Me siguri pak. Ma mërmenja që pak. Se duhet mu bo një zgjidhje. Se zgjidhjes tjetër s'ka. Inshallah bëhet ma mirë. Po mirë më bo. Mirë më bo. Për çfarë arsye mendosh? Për arsye se njerëzit kalojnë edhe nuk presin edhe me siguri. Me siguri dhe të bëhet. Ma mirë është. Zgjidhje mirë kjo më thonë. Këshilltarët e AKI-së presin që kjo kërkesë të përkrahte edhe nga këshilltarët e partive tjera politike, e në veçanti edhe nga ata të koalicionit të Vlen, ndërsa nëse realizohet kjo zgjidhje, siç e thon afashkurtër, presin që bulevardi Cvetan Dimov ta merr pamjen e merituar, siç është premtuar disa herë, me shumë korsi apo me nënkalim. Po vazhdon të rritet numri i nxënësve të helmuar në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov në Shkup. Edhe 3 fëmijë tjerë, po nga kjo shkollë, i kanë pranuar mbrëm në klinikën e pediatrisë. Nga Inspektorati i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari njoftojnë se janë duke kryer kontrolle të jashtëzakonshme në kuzhinat e 9 shkollave në komunën e Karposhit.
Autoritetet po vazhdojnë të publikojnë të dhëna për nxënësit e helmuar në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov në Shkup. Drejtori i klinikës për sëmundje të fëmijëve Recep Mehmeti tha se edhe 3 fëmijë të tjerë po nga kjo shkollë i kanë pranuar mbrëm në klinikën e pediatrisë. Në total, ai tha se janë 5 nxënës që janë shtruar në spital. Mehmeti theksoi se të gjithë kanë një pasqyrë klinike të ngjashme dhe simptoma të dyshimta për toksinfeksion alimentar me dhimbje barku, të vjella, te disa prej tyre edhe diare dhe temperaturë të lartë. Të gjithë fëmijët kanë marrë trajtim mjekësor adekuat dhe kujdesin e nevojshëm, ata janë në gjendje dukshëm të përmirësuar, të gjithë janë në gjendje stabile. Ai sqaroi se ka edhe disa fëmijë me simptoma më të lehta, të cilat dje kanë qenë për kontroll në klinik, kanë marrë vetëm trajtim ambulator, por janë lëshuar në shtëpi dhe sot kanë qenë për kontroll të radhës. Ndërkaq, nga Inspektorati i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, njoftojnë se janë duke u kryer kontrollet të jashtëzakonshme në kuzhinat e 9 shkollave në komunën e Karposhit. Ekipet inspektuese të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë sot po kryejnë kontrolle të jashtëzakonshme inspektuese në kuzhinën e 9 shkollave fillore në komunën e Karposhit, me të cilat menaxhon një njëjti operator ushqimi, në pronësi të cilit është edhe magazina qendrore që ndodhet në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov në Shkup. Ndërkohë, Inspektorati Shoqëror Sanitar dhe Shëndetësor gjatë ditës së djeshme ka mbyllur kuzhinën e shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov në lagjën Vllajët të Shkupit, pasi një numër i madh nxënësish që janë ankuar për dhimbje barku. Të mërkurën nga autoritetet shëndetësore njoftojnë se ka pasur njoftime për përkesim të gjendjes shëndetësore me probleme të stomakut te 9 fëmijë, megjithse nga mësimi kishin munguar rreth 80 fëmijë. Komisioni anketues për mbrojtje të drejtave dhe lirive të njeriut do të mbajë seancë në Kuvend. Kreu i kësaj i këtij komisioni Dimitar Apasiev tha se si parti opozitare do të ketë përfaqësues në 2 trupat anketues që pritet të formohen, të cilat do të jenë të përkohshme. Për komisionin anketues që pritet të formohet me mbështetje ka dhënë edhe nga koalicioni shqiptar vlen. Pas iniciativës së prindërve që humbën fëmijët e tyre në diskotekën Puls, më 9 dhjetor komisioni anketues për mbrojtje të drejtave dhe lirive të njeriut do të mbajë seancë në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Këtë njoftim e bëri kreu i këtij komisioni Dimitar Apasiev, i cili mes tjerash foli edhe për iniciativën e LSDM-s dhe të VMRO-s për krijimin e 2 komisioneve të reja anketuese në Kuvend, me qëllim zbardhjen e rasteve të dyshimta përfshirë këtu edhe rastin në diskotekën Puls. Tha se si parti opozitare do të përfaqësues në 2 trupat anketues që pritet të formohen, të cilat do të jenë të përkohshme. Do të jetë një komision ad hoc që duhet të përfundojë funksionet e tij kuazi hetimore brenda 45 ditësh ose 2 muajsh, sepse sipas ligjit dhe rregullores së procedurës, neve nuk na lejohet të hetojmë si prokuroria publike, por mund të gjejmë përgjegjësi politike. Ndërkaq, komisioni anketues që unë drejtoj është komision anketues i përhershëm dhe punon rregullisht pavarësisht këtyre të dyve, një nga VMRO-ja dhe një nga opozita, të cilët janë komisione anketuese ad hoc. Për komisionin anketues që pritet të formohet me mbështetje, kanë dalë edhe nga koalicioni shqiptar vlen, nga ku thonë se komisioni anketues duhet të zbardhë të vërtetat e të gjitha rasteve tragjike, duke përfshirë këtu spitalin modular në Tetov, rastin Besa Trans dhe rastin Durmoturs, po edhe rastin e fundit në diskotekën Puls. Qëndrimi ynë ka qenë dhe mbetet i qartë se duhet komision gjithëpërfshirës, duke shmangur çdo qasje selektive apo të motivuar politikisht, dhe pikërisht një komision i tillë po formohet. Tani komisioni do të shqyrtojë me seriozitet dhe me mandat të gjerë të gjitha rastet e rënda që kanë tronditur vendin. Vetëm një qasje e tillë mund të nxjerrë në pa dështimet dhe bëshllëqet institucionale që kanë kushtuar jetë. Kujtojmë në Kuvend aktualisht ka 2 iniciativa për të krijuar komisione anketuese dhe deputetët po mbledhin nënshkrime. Njëra iniciativë është marrë nga opozitarët e LSDM-s, ndërkaq iniciativa e dytë është marrë nga VMRO-DPMN dhe partnerët e koalicionit. Gjatë replikave në Kuvend, deputeti i LSDM-s Mile Talevski ka akuzuar kryeministin Mickoski për adhurim të figurës së ish-kryeministit Nikola Gruevski. Duke u përgjigjur Talevskit, ministri i drejtësisë Igor Filkov deklaroi se drejtësia është duke i kërkuar të gjithë që janë fajtor dhe kanë ikur jashtë vendit.
Ndonë se fizikisht nuk është në vend, emri i kryeministrit të arratisur Nikola Gruevski është pjesë e çdo debati dhe gjithnjë arsye për përplasje mes pushtetit dhe opozitës. I tillë rasti ishte edhe sot në kuvent. Deputeti i LSDM-s Milet Taleski ka akuzuar kryeministrin Mickoski për adhurim të figurës së ish-kryeministrit. Për më tepër ai ka akuzuar edhe ministrat aktual se takohen çdo 2 javë me Gruevskin në Hungari. Ka kërkuar përgjigje nga ministri i drejtësisë nëse është ripërsëritur kërkesa për ekstradim të Gruevskit nga Hungaria. Ju jap shansin që para gjithë opinionit këtu nga kuvendi të tregoni, po ju paralajmëroj të përgjigjeni drejt dhe sakt. A ka kërkuar Ministria e Drejtësisë ekstradim të ish-kryeministrit të ikur Nikola Gruevski? Nëse nuk e keni bërë deri më tani, pse nuk e keni bërë? Nëse po, kur është dërguar kërkesa për ekstradim dhe deri tek cili institucion në Hungari? Duke ju përgjigjur Taleskit, ministri i drejtësisë Igor Filkov deklaroi se drejtësia është duke i kërkuar të gjithë ata që janë fajtor dhe kanë ikur. Ministria e Drejtësisë nuk ka asgjë të përbashkët me ministrinë që kishit ju në kohën tuaj, kur së bashku Martan Grubin dhe Ali Ahmetin merreshit vesh se kush ku do të ikë. Kjo ministri është në kërkim të gjithë atyre që kanë ikur, por sa unë ju dëgjova ju flisni për azilant politik që nënkupton se sa herë që krijohen kushtet, gjithmonë Ministria e Drejtësisë do t'i kërkoj qytetarët e saj. Kjo nuk është hera e parë që oponentët politik përplasjen për ikjen e Gruevskit, Grubit dhe të tjerëve që janë në kërkim dhe kanë fletarest ndërkombëtar. Për më tepër, LSDM dhe VMRO në të shumtën e rasteve janë përplasur edhe për organizim të ikjes së personave të lartë përmendur. Në emisionin Debat në Shenja, mbrëm u trajtuan zhvillimet rreth shpërbërjes së Aleancës Kombëtare për Integrim, që po duket se po përsërit fatin e Aleancës për shqiptarët. Ndërkohë, BDI-ja po hyn në një kongres vendimtar ku paralajmërohen reforma dhe figura të reja, por ende nuk ka qartësi se çfarë do të ndodhë deri më 20 dhjetor. Deputeti Blerim Beqeti tha se në këtë kongres do të ketë ndryshime të mëdha kadrovike, pasi që i kanë të rëndësishme orientimet programore, por edhe njerëzit të cilët do të realizojnë atë përcaktim programor. Deputeti i BDI-s Blerim Beqeti mbrëm në emisionin Debat në Shenja ka folur për zhvillimet rreth brenda Aleancës Kombëtare për Integrim, për reformat e paralajmëruara të BDI-s me figura të reja. I pyetur rreth 2 mbledhjeve përgatitore të mbajtura në Reqit, Beqeti tha se kanë qenë mbledhje të zakonshme dhe në funksion të kongresit që do të mbahet më 20 dhjetor, ku presin që të dalë më e mira nga ai kongres. Përndryshe, i pyetur nëse ka ambicie për të qenë sekretar organizativ dhe pjesë e kryesisë, ai deklaroi se të gjithë do të kontribuojnë në BDI, nëse mbetet edhe vetëm si antari i BDI-s. Kështu që ka ardhur koha që në këtë kongres edhe të ketë ndoshta për herë të parë në një kongres ku do të ketë ndryshime edhe më të mëdha kadrovike, pasi që për ne janë shumë e rëndësishme edhe orientimet programore, po edhe njerëzit, cilët do të dinë ta realizojnë atë përcaktim programor. A është e rëndësishme, a do të jem unë, apo s'do të jem unë, kjo është më pak e rëndësishme, shumë më pak e rëndësishme. A do të jetë ndonjëri nga kolegët e mi, a s'do të jetë, është shumë më pak e rëndësishme, foli për vete, po edhe për disa kolegë tjerë, me cilat edhe ne jemi bashkëpartiak, kemi bashkë bisedu, të gjithë dojnë më të mirën dhe të gjithë janë të vetëdijshëm për situatën në shtet dhe regresin që po ndodh në çdo sferë të jetës. Ndërkaq, sa i përket kallëzimit penal që u ngrit ditë më parë kundër Blerim Beqetit, i njëjti në emision tha se kjo është një tendencë që sipas tij është bërë me porosi të Izet Megjitit deri tek Kristian Mickoski. Po ashtu, sa i përket deklaratave të zëvendës kryeministrit Arben Fetai se janë në negociata me disa deputet të opozitës që t'ju bashkangjiten atyre, Beqeti tha se këtë qeveri e ndjek kompleksi i mospasjes së legjitimitetit etnik. Ai po ashtu kritikoi edhe këtë qeverisje për gjatë 2 viteve, duke thënë se po i tregojnë dështimet e tyre. Ata 2 vite po i bëjnë që qeverisin. 2 vite ata dalin flasin çdo ditë për dështimet e veta duke u thirrë në alibi se nga pushteti i kaluar. 2 vite ata menaxhojnë me buxhetin e shtetit. 2 vite ata udhëheqin institucionet. 2 vite nuk ka asnjë progres në asnjë lëmi. 2 vite është fol për shkurtimin, për cënimin e ligjit për gjuhën shqipe në gjykatën kushtetuese. 2 vite ky shtet po funksionon pa balanser, pa balansues, sistem balansues sa shqiptar,
sa turq, sa bosnjak, sa maqedon punësohen. 2 vite nuk ka asnjë lëvizje në procesin integrues. Tutje bexheti shtoi se edhe pas zgjedhjeve lokale ata ndihen inferior, nga se për Këshill kanë 23.000 vota më pak. Ai tha se BDI dhe Ahmeti din të dëgjojnë zërin e qytetarëve, ndaj dhe për këtë shkak i kanë fituar zgjedhjet ndër vite. Organizata jo qeveritare Forumi për ndryshime në arsim ka ranguar universitetet kryesore të Maqedonisë Veriut në aspektin e transparencës. Organizatori Blendi Hodaj ka deklaruar se transparenca është parakusht për menaxhim të mirë të universiteteve publike, por në të njëjtën kohë edhe si një parakusht për një arsim më cilësor. Forumi për ndryshime në arsim ka prezantuar gjetjet kryesore të indeksit të transparencës së universiteteve në Maqedoninë e Veriut. Organizatori Blendi Hodaj theksoi se si forum për ndryshimin e arsimit e cilësojnë transparencën si një parakusht për menaxhim të mirë të universiteteve publike, por në të njëjtën kohë edhe si një parakusht për arsim më cilësor. Hodaj deklaroi se nga rezultatet vëren që ka një trend shqetësues të mos transparencës sistemike, ku për shembull vetëm 2 nga 7 universitete e publikojnë informatorin universitar, ku gjithashtu tregoi se informatori universitar është dokumenti ku oficializohen vendimet e rektoratit dhe senatit. Ne përgëzojmë Universitetin e Europës Juglindore në Tetov që është e ranguar si në vendin e parë si universiteti më transparent, më pas është në vendin e dytë e bashkëndajnë Universiteti Shënkiriri dhe Metodi dhe Universiteti Goce Delqevi Shtipit. Në vendin e katërt është Universiteti Shën Apostoll Pali i Ohrit. Në vendin e 5 dhe 6 universitete pjesërisht transparente është Universiteti Shën Klimenti i Ohrit në Manastir. Dhe në vendin e 6 Universiteti Nën Tereza në Shkup, ndërkaq si universiteti vetëm jo transparent në vendin e 7 është Universiteti i Tetovës, që gati se nuk publikon as raporte vjetore financiare, as buxhet vjetor, as informatorin universitar. Ai njëkohësisht njoftoi se nuk është vetëm një instrument matës, por është një thirrje për reformë, një thirrje për krijimin e një kulture të transparencës, së llogaridhënies dhe të cilësisë në arsim. Fundi i këtij muaji sjell lajm të mirë për shoferët cilët i kanë makinat me naftë, pasi Komisioni Rregullator për Energjetikë njofton se nga nesër do të bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të natës. Nga Komisioni Rregullator informojnë se çmimi i shitjes me pakicë dizelit ulet për 2.50 denar për litër dhe do të kushtoj 70.50 denar. Për 2 denar ulet edhe çmimi i shitjes me pakicë vajt ekstra të lehtë për anvisri, i cili do të shitet për 67.50 denar. Ndërkaq çmimet e shitjes me pakicë të benzinës 95 dhe 98 si dhe të mazutit mbeten të pandryshuara. Even Home bën me dije se në tenderin për prokurim të energjisë elektrike për plotësimin e nevojave të konsumatorëve për periudhën janar-dhjetor 2026, ka pranuar vetëm një ofertë dhe atë nga SHAMV me çmim të shitblerjes së energjisë elektrike për 65 euro për megawatt-orë. Ky çmim, siç thonë ata, është për 4.84% më i lartë se çmimi i kaluar, ku MV ofroi çmim të shitblerjes për 62 euro për megawatt-orë. Në monitorim të plot Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe në përputhje me obligimet ligjore dhe me metodologjinë paraprakisht përcaktuar, në periudhën në vijim EVN Home do ta llogarisë çmimin e energjisë elektrike sipas parametrave hyrëse të paracaktuara, njoftoi nga EVN-ja. Kujtojmë se në çmimin përfundimtar hyn çmimi me cilin MV ja shet energjinë elektrike EVN-s, çmimi i sistemit operator përques MEPSO, çmimi i operatorit të tregut të energjisë elektrike MEMO, si dhe çmimi i sistemit operator distributiv elektrodistribuimi. Vazhdojmë të me lajmet. Në Kosovë është të shënuar dita e forcës, ndërsa janë prezantuar armët dhe pajisjet e forcës së sigurisë së Kosovës. Nga kazerma Adem Jashari, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se
Më herët FSK-ja ishte shumë pak e pajisur me armatim, ndërsa tani janë bërë investime mbi 430 milion euro. Ai ka falendëruar partnerët që po e mbështesin ushtrinë e Kosovës, kur t'i ka përmendur sistemin antitank Javelin, ndërsa ka deklaruar se janë në proces të marrjes së helikopterëve Black Hawk. Kreu i ekzekutivit ka njoftuar se municionet e para të fabrikës së municioneve që do të ndërtohet në Gjakov do të prodhohen në fund të vitit 2026. Këtë vendim edhe më të veçantë e bën fakti që po e miratojmë pikërisht në ditën e forcës. Ndërtimi i kësaj fabrike, për të cilën tashmë kemi kontratën nënshkruar me prodhuesin turk MKE, do të përfundojë brenda vitit të ardhshëm. Municionet e para nga kjo fabrik do të dalin në fundin e vitit 2026. Përveç fabrikës së municionit, kjo zonë industriale do të shërbej edhe për investitorë të tjerë me të cilët jemi në kontakt dhe do të prodhojnë lloje të ndryshme të produkteve ushtarake, dronët ushtarak dhe civil made in Kosovë. Lista serbe ka bërë ftesa të reja për inaugurim të kuvendeve komunale, ku ka përfshirë edhe emërtimin e Republika e Kosovës. Fillimisht ftesat ishin bërë pa simbolet të shtetit të Kosovës dhe pa emërtimin e Republika e Kosovës dhe vetëm në gjuhën serbe, duke shkelur kështu ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe standardet kushtetuese për dokumentacionin shtetëror. Në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal kanë pranuar se kanë marrë ftesa pa simbole shtetërore dhe i kanë refuzuar ato. Pas refuzimit të tyre, lista serbe të njëjtën ka përsëritur thirrjen e seancave ku i ka përfshirë edhe simbolet e shtetit të Kosovës. Kreu i Vatikanit dhe Kishës Katolike Papa Leoni ka deklaruar se Turqia ka një vend të rëndësishëm si në të tashmen ashtu edhe në të ardhmen e rajonit të Mesdheut dhe në botën e gjerë. Në një adresim të përbashkët në kryeqytetin Ankara me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, Papa Leoni lavdroi Turqinë për vlerësimin e diversitetit të saj të brendshëm. Papa paralajmëroi se konfliktet globale mund t'i hapin rrugën një lufte të tretë botërore. Ai theksoi se e ardhmja e njerëzimit është në rrezik dhe se ne nuk duhet t'i dorëzohemi kësaj në asnjë mënyrë. Ai tha se pas tragjedive të dy luftrave botërore, të cilat pan ndërtimin e organizatave të mëdha ndërkombëtare, ne tani po përjetojmë një fazë të shënuar nga një nivel i lartë konflikti në nivel global, i nxitur nga strategjitë mbizotruese të fuqisë ekonomike dhe ushtarake. Amnesty International, organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ka publikuar një deklaratë ku akuzon autoritetet izraelite se po vazhdojnë veprimet të cilat organizata i cilëson si gjenocid në rripin e Gazës. Sipas saj, Izraeli ka kryer sulme të reja dhe ka kufizuar ndihmën humanitare pavarësisht anëpushimit shpadur më 10 tetor. Amnesty International thosë se marrëveshja e anëpushimit është shkelur më shumë se 500 herë në 7 javë, duke shkaktuar vrasjen e të paktën 347 palestinezëve dhe plagosin e 889 të tjerëve. Sipas shifrave të publikuara nga organizata, mbi 70.000 palestinezë janë vrarë që kur nisi konflikti para më shumë se 2 vjetësh. Këto shifra nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Sekretare e përgjithshme e Amnesty International, Agnes Kalamart, tha se nuk shihen shenja që Izraeli po merr masa për të ndryshuar situatën. Ajo akuzoi autoritetet izraelite për kufizim të ndihmës humanitare dhe krijimin e kushteve që sipas organizatës rrezikojnë popullsinë palestineze. Kalamart paralajmëroi, bota nuk duhet të mashtrohet. Gjenocidi i Izraelit nuk ka mbaruar. Kombet e Bashkuara raportuan se gati 3 vjet konflikt midis ushtrisë dhe forcave të mbështetjes së shpejtë RSF në Sudan kanë lënë 21.2 milion njerëz të përballen me uri të rëndë. Uria është konfirmuar në 2 rajone. Megjithatë, në zonat ku konflikti është zvogëluar, programi i ushqimit botëror i OKB-s ka zgjeruar shtrirjen e tij dhe ka zvogëluar urinë, kanë shkruar nga OKB-ja në një post në platformën X. Sudani ka qenë skenë luftimeve të ashpra midis ushtrisë dhe RSF-s mbështetur nga jashtë që nga 15 prilli 2023. El Fasher, qyteti më i madh në rajonin e Darfurit në perëndim të vendit, u mor kryesisht nën kontrollin e rebelëve të
RSF-s pas luftimeve të ashpra. Në qytet ku dhjetra mijëra njerëz ikën nga përleshjet, momentet kur ekstremistët e RSF-s zhvendosen me forcë civile dhe vranë, torturuan shumë njerëz të paarmatosur, u kapën në video të shpërndara nga antarët e POK-saj, organizate të armatosur. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes.